Dy rotakët përfshirë motomjetet dhe monopatinat po kthehen gjithnjë e më shumë në një burim rreziku në trafikun urban. Numri aksidenteve ku përfshihen këto mjete është në rritje dhe eksperti rrugor Fadil Likaj ngri alarmin për mungesën e sigurisë dhe të njohjes së rregullave nga përdoruesit, sidomos tek të rinjt. Ndërkohë monopatinat që përdoren kryesisht nga adoleshentët përbëjnë një tjetër shqetësim. Për natyrë aksidenteve që kanë ndodhur nga dy rotakët, qoftë nga biçikletat, qoftë nga monopatinat, po qoftë edhe nga motomjetet, zakonisht natyra aksidenteve ka ardhur për shkaqe që mos sigurimit të manovrës, qoftë për kthimi nga majta, qoftë për kthimi nga djatha, apo qoftë për të futur në fluksin e lëvizjes. Por nga ana tjetër, kjo është kategoria e shkeljeve të kodit rrugor nga monopatinat edhe nga biçikletat. Ndërsa për pjesën e motomjeteve në zonat urbane që mbajnë një numër rekord aksidentesh janë për shkaqe sepse nuk sigurohen për manovrën e parakalimit, siç janë këto motomjete delivery që shpeshherë kanë numër të madh aksidentesh në përditshmëri në zonat urbane. Zakonisht këta drejtpërdorues mjetesh nuk sigurohen për manovrën e parakalimit, për ruajtjen e distancës sigurisë anësore, por qoftë edhe për mosrregullimin e shpejtësisë. Monopatinat për ekspertin duhet të klasifikohen saktësisht në kuadrin ligjor, pasi adoleshentët që i përdorin nuk e njohin kodin rrugor dhe mungesa e njohurive ndikon drejt për drejt në rrugë. Monopatinat janë mjetet të cilat nuk janë klasifikuar eksakt, kodi rrugor nuk i ka klasifikuar eksakt këta lloj mjetesh që janë në rrugë. Janë dy rotak ku zakonisht ekspertët ose ne ekspertë aksident rrugore i paraspeshojmë të njëjtat sjellje siç mund të jenë edhe biçikletat. Eksperti bën thirrje autoriteteve që të rishikojnë kuadrin ligjor për mjetet alternative të transportit dhe të nisin fushatat e ndërgjegjësimit.